humbja e emanetit, hupja e emanetit. Transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha duyat il amana fantadhir as-sa'a." Kur të humb emaneti prej njerëzve, prite se do të ndodh kiameti. Than shokët e tij: "Kejfe ida'atuha ya Rasulullah?" Si do të humb emaneti ya Rasulullah? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Kur të jepet përgjegjësia e umetit tim atyre që nuk janë meritor për atë, atëherë thot prite kiametin. Në një hadith tjetër e ka përmend pejgamberi alayhis salam ma detajisht se si do të humb emaneti nga zemrat e njerëzve. Thot pejgamberi alayhis salam: "Yanamu ar-rajul an-nawma." Do të bëj njeriu në një gaflet. Se besimtari është në mes të shtimit të imanit dhe paksimit të imanit. Ka mundësi që t'i shtohet, ka mundësi që t'i paksohet imani. Dhe si do të humb emaneti prej njerëzve, prej muslimanëve, prej besimtarve? Thot pejgamberi alayhis salam, do të humb prej gafletit. Thot: "Yanamu ar-rajul an-nawma fatuqbadu al-amanata min qalbihi." Thot do të bin gaflet dhe do t'i largohet emaneti prej zemrës së tij. Edhe çaj pak emanet do t'i vishket pra prej zemrës së tij. Dhe emaneti shkon në proporcion të barabartë me imanin. Sa ka besim njeri, çaq ka edhe emanet, besnikri. Në momentin që është tradhtar dhe jo besnik ndaj Allahut, po edhe ndaj njerëzve, ai nuk është edhe imanin pra e ka të dobët. Prej shenjave të munafikëve që i ka përmendur pejgamberi alayhis salam është: "Wa idha tumina khana." Dhe kur i jepet një emanet, diçka që ta çojë në vend, një emanet, dhe fjala emanet është e madhe, gjithëpërfshirëse. Khane tradhton. Pa marrë parasysh është emaneti për Allahut subhanahu wa taala, është obliguar me disa obligime, është ndaluar nga disa harame, tradhton, munafiku tradhton. Nuk e çon vend emanetin e Allahut, po ashtu edhe emanetet e njerëzve i tradhton dhe nuk i çon në vend. Andaj kështu do të hup emaneti, do të bie njeriu nga flet, duke i lënë veprat e mira, duke rënë veprat këqija, bie nga flet thot derisa i tërhiqet emaneti nga zemra e tij. Do të vazhdoj kështu thot, përsëri do të bie nga flet, përsëri do të dobësohet edhe do t'i tërhiqet edhe pak emaneti prej zemrës së tij, derisa thot mos t'i ngel asnjë pikë emaneti në zemër. Dhe thot nuk do të kesh njeri i cili do të jetë besnik ashtu siç duhet. Derisa thot ti thojnë dikujt kin se është më besnik, mirë po në realitet thot në zemrën e tij nuk ka asnjë grimc iman. Aq pra do të keqësohet çështja e besimit, do të dobësohet besimi dhe amaneti para kiametit, derisa njerëzit do ta marrin dikën si emin. Do t'ju duket se ky është më besniku që i kanë mesin e tyre. Mirë po thot pejgamberi alayhis salam, në realitet ai nuk ka asnjë grimc imani në zemrën e tij. Wal-'udhu billah. Dhe kjo e tregon se ky është e përmendën fillim se aspekti pozitiv i shenjave të kiametit, ky është aspekt negativ. Pra shenjat e kiametit mund të jenë gjëra pozitive, mund të jenë gjëra negative. Nuk është kusht që të gjitha ato të jenë gjëra të këqija apo negative. Qofshin të vogla, qofshin të mëdha. Edhe të shenjat e mëdha, për shembull, dalja e Mehdiut, zbritja e Isaut alayhis salam janë gjëra pozitive. Nga ana tjetër, dalja e Dexhallit, luftimi i ushtrisë së tij nga ana e muslimanëve janë gjëra negative për muslimanët. E që do më thonë se nuk është patjetër që të jenë shenjat e kiametit komplet pozitive ose komplet negative. Kjo është më rëndësi që të potencohet, pra sepse njerëzit kanë lidhje me këtë çështje, kanë domethënë paqartësi. Dhe kjo është diçka tjetër më rëndësi që duhet potencohet është se shenja e kiametit nuk është patjetër që të nxirret një dispozit prej saj. Mund të jetë një dukuri e caktuar, mirë po nuk është patjetër që të nxirret dispozit prej saj. Si për shembull e ka përmend pejgamberi alayhis salam se baresha, prej shenjave të kiametit është se baresha, femër, do të thoj prej rreth Irakut deri do të vinë nga dishullin arabik dhe nuk do të friksohet përveç se nga ujku
për delet e saj. Dhe disa njerëz e kanë marrë këtë si argument se lejohet që gruaja të thojë vetë. Hadithi nuk ka dalë në kontekstin e dispozitave. Nuk po thot pejgamberi alayhis salam se halal a haram, po thot se do të ndodh si dukuri, do të ndodh, pa marrë parasysh është pozitive apo negative. Ndërsa në hadithe tjera e ka sqaruar se nuk i lejohet femrës të udhtojë pa mahrem, pa një të afërm mashkull, do me thonë në udhtim ku shkurtohen namazet, udhtim në cilin shkurtohen namazet, nuk i lejohet femrës që të udhtojë pa një të afërm. Andaj ai që e kupton çështjen e shenjave të kiametit ashtu siç duhet, nuk vjen dhe të argumentohet me këtë hadith, sepse ky ka ardhur si hadithi ka ardhur që tregon një dukuri, një ndodhi. Pa marrë parasysh se diçka pozitive është negative. Po ashtu prej shenjave të kiametit ka ardhur pejgamberi alayhis salam e ka përmend prej shenjave të kiametit është se do të bëhet zina në rrugë. Dhe njeriu më i ndershëm do t'ju thojë, ej, mos bëni bashkë në rrugë, shkoni pak, mshehuni pak më larg. Kjo është prej shenjave të kiametit. Mirë, po mund thojë dikush se lejohet bësh zina në rrugë për shembull? Jo, pejgamberi alayhis salam po thotë se do të ndodh. Pa marrë parasysh është pozitive, është negative. Andaj ajo që e potencuam se shenjat e kiametit mund të jenë pozitive, mund të jenë negative dhe nuk janë për dispozita, nuk nxirret dispozita prej tyre në start, pra në bazë, mundet disa të shtoj pejgamberi alayhis salam dispozit veçantë, siç është namazi në kohën e Dexhallit. Mirë, po në start shenjat e kiametit nuk nxirren dispozita të veçanta prej tyre. Kjo është sa i përket humbjes së emanetit.